Ndeshja Shqipëria-Andorra, policia ja plani masave dhe rrugët që bllokohen në Tiranë. Policia shqiptare publikoi planin e masave për ditën e sotme për mbarvajtjen e sfidës mes Shqipërisë dhe Andorrës, e cila do të luhet në orën 20:45 në arenën kombëtare. Për shkak të ndeshjes do të jenë të bllokuara disa nga rrugët kryesore të kryeqytetit. Njoftimi policisë. Policia e shtetit plan masash për ndeshjen ndërkombëtare të futbollit Shqipëri-Andorra, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurinë publike para, gjatë dhe pas zhvillimit të ndeshjes ndërkombëtare të futbollit nëpërmjet ekipeve të Shqipërisë dhe Andorrës, që do të zhvillohet në datë 24/3/2025 në orën 20:45 në stadiumin Arena Kombëtare. Policia e shtetit ka hartuar një plan të detajuar masash, bazuar dhe në përvojën pozitive për planifikimin, organizimin dhe menaxhimin e situatës së rendit dhe sigurisë publike gjatë aktiviteteve me përmasa ndërkombëtare. Masat konsistojnë në eksportimin dhe sigurimin e futbollistëve të ekipit Andorrës nga aeroporti i Rinasit në hotel, në stadium dhe në kthim për në Rinas, eksportimi dhe sigurimi i futbollistëve të ekipit të Shqipërisë në stadium, për të parandaluar futjen e sendeve të kundralishme në stadium si lëndë piroteknike dhe flakadan, e sende të tjera. Shërbimet e policisë po kryejnë kontrolle të hollësishme në mjediset e stadiumit dhe brenda stadiumit përpara se të futen tifozët, me qëllim garantimin e rendit publik para, gjatë dhe pas përfundimit të ndeshjes së futbollit, jo vetëm pranë stadiumit, por edhe kontrolli i territorit në të gjithë qytetin e Tiranës. Janë parashikuar planëzime të shërbimeve nga patrulla e përgjithshme Shqiponjat, policia kriminale, policia rrugore dhe forca kombëtare sigurisë, të cilat do të kenë si prioritet dhe sigurimin e rrugkalimeve, të shërbimeve të emergjencës dhe menaxhimin e trafikut rrugor, për të garantuar sigurinë para, gjatë dhe pas zhvillimit të kësaj ndeshje ndërkombëtare. Është bashkëpunuar me gjitha institucionet që kanë rol në mbarvajtjen e këtij aktiviteti, konkretisht me Federatën Shqiptare të Futbollit dhe UEFA-n, në Gardën e Shqipërisë, Policia Bashkiake, Shërbimi i Zjarfikës, shoqëria private të sigurisë, stjuardët dhe personeli sigurisë, spitale, qendra shëndetësore dhe ato të ndihmës së parë. Gjithashtu janë vendosur kontakte dhe po bashkëpunohet edhe me personelin e shërbimit të sigurisë të ekipit futbollit të Andorrës në funksion të rritjes së standardeve të sigurisë para, gjatë dhe pas zhvillimit të kësaj ndeshje ndërkombëtare. Për mbarvajtjen e këtij aktiviteti, si dhe për të lehtësuar qarkullimin e automjeteve në qytetin e Tiranës, në ditën e sotme, ora 15 deri në përfundim të ndeshjes, do të ketë kufizime të qarkullimit të mjeteve në disa akse rrugore në afërsi të stadiumit, konkretisht Bulevardi Dëshmorët e Kombit nga kryqëzimi i Presidencës deri sheshi Nën Tereza, rruga Papa Gjon Pali 2, rruga Dervish Shima pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rruga Simzeneli pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rruga Themistokli Gërmenji, rruga Gjergj Filipi, rruga Lek Dukagjini, nga ish Garda e Republikës deri tek stadiumi, rruga Fajkonica, rruga Skerdilajt Llagami. Në zbatim të planit të masave, punonjësit e policisë së shtetit do të ushtrojnë kontroll të imtësishëm ndaj tifozëve para futjes në stadion. Para futjes në stadium, me qëllim parandalimin e futjes në stadium të banderolave me përmbajtje raciste të fishekzjarve, flakadanve, lëndë piroteknike, monedhave metalike, çadrave, çakmakve, karikuesve të celularve, mjeteve, produkteve për përdorim kozmetik dhe sendeve të tjera të forta të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e pjesëmarrësve. Në këtë rast, informojnë shtetasit shqiptar dhe të huaj se në bazë të kodit Republikës së Shqipërisë, veprimet e dhunshme në aktivitetet sportive si hyrja në fushën e lojës gjatë kohës së zhvillimit të aktivitetit sportiv nga persona të pa autorizuar përbën kundravajtje penale dhe do të dënohet me gjob nga 50.000 deri në 100.000 lekë. Kur nga kjo vepër ka ardhur pengimi i zhvillimit normal të aktivitetit sportiv, dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 muaj, hedhja e sendeve të forta në fushën e lojës ose mbi njerëzit, mbajtja apo përdorimi i lëndëve piroteknike, fishekzjarve, flakadanve gjatë zhvillimit të një aktiviteti sportiv, dënohet me burgim nga 6 deri në
3 vjet. Legjislacioni penal shqiptar e konsideron vepër penale goditjen apo çdo vepër tjetër dhune ndaj sportistit, trajnerit, arbitrit, ndërmjetësit sportiv për shkak të veprimtarisë sportive dhe i dënon me burgim nga 1 deri 3 vjet. Kjo vepër, kur kryet në ambiente sportive më shumë se një herë apo nga drejtues apo antar të klubeve sportive, dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Gjithashtu, duplikimi, shumëfishimi i biletës konsiderohet falsifikim dhe mashtrim, vepra të cilat ndërshkohen nga kodi penal i Shqipërisë. Çdo biletë është e pajisur me barkode, është personale dhe duhet të mbahet vetëm nga shtetasi që e posedon, i cili sipas radhës do të kalojë vetëm për të kontrolluar barkodi nga pajisjet që regjistrohen automatikisht. Çdo tentativë për të hyrë me bilet të falsifikuar ose të duplikuar. Hyrja në stadiumin e tifozëve dhe e sportdashëve që kanë bilet fillon në orën 18. Kërkoj mirëkuptimin e tifozëve që të paraqiten në hyrjen e stadiumit duke filluar nga kjo orë, pasi për shkak të fluksit të tifozëve, pak para fillimit të ndeshjes mund të humbasi mundësinë për të hyrë në stadium. Për mbarvajtjen e këtij aktiviteti sportiv, Policia e Shtetit ka angazhuar qindra punonjës policie, të cilët do të garantojnë rendin dhe sigurinë publike, si dhe do të ofrojnë ndihmë dhe informacion në rast nevoje në mënyrë që ky aktivitet të përmbyllet pa incidente në interes të imazhit të vendit. Në rast se gjendeni në situata paligjshmëri apo keni nevojë për ndihmë, telefononi në numrin pa pagesë 112.